Bashkia e Vlorës nuk do të lejojë në asnjë mënyrë zaptimin e hapësirave publike nga ndërtimet, bizneset apo nga mjetet pa lejen e organeve kompetente, pasi hapësirat publike janë të qytetarëve dhe duhet të jenë në funksion të tyre dhe një vlore turistike. Në këtë kuadër, kryetaria e Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini ishte në terren këtë të premte, ndërsa televizioni 6+1 Vlora ndoqi një aksion rrugën transballkanike. E shoqëruar nga drejtues të policisë bashkiake, kryebashkiakja e Vlorës theksoi se hapësirat publike duhet të jenë në funksion të mirëqenies së qytetarëve të Vlorës, të përditshmërisë së tyre, si dhe në funksion të turizmit. Dia do të jetë aktori kryesor në qytet bashkë me aktivitetin e policisë bashkiake edhe të stafit të bashkisë, por nga inspektimet që ne do dalim çdo ditë në terren, siç e shikoni, jemi në mes të transballkanikës. Edhe ju çova në një pikë kulminante transballkanikës për të parë se si këto janë të përdorura. Pra janë hidrosanitare, pajisje hidrosanitare të përdorura, këtu janë dritare të përdorura dhe ajo tenda që as tend nuk quhet, është një strukturë që është e pa leje dhe në këto kushte nuk mund të vazhdojë më. Duhet patjetër qytetarët të kuptojnë që jemi një qytet turistik, që po përpiqemi fort që turistët duhet të kenë vend në qytet, por e rëndësishme është mirëqenia e vlonjakëve. Pra ne duhet të jemi vetë me mirëqenie të lartë të presim turistët. E rëndësishme është e përditshme e jetës tonë. E përditshme e jetës tonë në këto kushte nuk mund të vazhdojë më. Kështu që të gjithë aktorët, media, bashkia, policia bashkiake, inspektoratet e mjedisit duhet të ecin të gjithë në një ritëm, të kuptojmë sot një herë mirë që disa gjëra nuk do të lejohen më. Bashkia e Vlorës, sipas kryetares së bashkisë Brunilda Mersini, do të jetë në terren çdo ditë së bashku me institucionet ligjzbatuese, ndërsa kërkon ndërgjegjësimin e qytetarëve dhe të bizneseve. Hapi i parë, sipas Mersinit, do të jetë pikërisht ndërgjegjësimi dhe më pas do të ketë masa administrative. Ne do të jemi shumë aktiv në terren, në iniciativën edhe të kryetarit të bashkisë dhe të stafit të bashkisë dhe gjithë institucioneve që kanë detyrë ligjzbatuese, të kuptojmë që duhet të gjithë të ndërgjegjësojmë qytetin. Vetë qyteti duhet marrë masat e veta, njerëzit duhet ndërgjegjësojnë, të fillojnë të heqin të gjithë subjektet të cilat i kanë pa leje, edhe siç e shikoni në këtë trotuar, kjo është një gjë që më bën shumë përshtypje mua, po të vazhdojmë, këtu më tutje ka një skaf të parkuar, diku tjetër është një makinë hipur mbi trotuar, ne do fillojmë çdo ditë, po fillojmë të bëjmë ndërgjegjësimin qytetar dhe pas ndërgjegjësimit do fillojmë me zbatimin e marrjes së masave dhe të gjobave. Por a ka sensibilizim nga ana e qytetarëve? Unë mendoj që po. Ne të gjithë e kuptojmë që kjo është për të mirën e qytetit. Edhe vetë ai që ishte punonjë, sepse qytetarët, pronari nuk është në gjendje, edhe ai e kuptoi që po, e kuptoi dhe unë tha që kjo nuk mund të vazhdojë. Kjo ishte fjali e parë e tij. Tani vetë ai është i ndërgjegjshëm për këtë gjë. Ne nuk duhet të operojmë që të vemi me një herë dhe të jemi radikal, të vendosim gjobën, ne kemi mundësi, ligji thot 5 ditë, pavarësisht se kjo është një strukturë totalisht jashtë kushteve ligjore për të operuar, por mendoj fort që ne kemi mundësi dhe të sensibilizojmë, sepse janë treguar vullnetarisht, kanë rënë dakord që dhe vetë ata të fillojnë të kenë kohën e mjaftueshme për të lëvizur nga vendi. Bashkia e Vlorës, së bashku me gjitha strukturat e saj, policinë bashkiake dhe inspektoriatin e mbrojtjes së territorit, do të vazhdojë aksionet në të gjithë territorin e qytetit për të liruar hapësirat publike, të cilat janë zaptuar në mënyrë të jashtëligjshme.